Përveç problemeve serioze me infrastrukturën fizike të objekteve shkollore dhe tualeteve jashtë ambienteve të shkollës me kushte të dobta higjienike, shkollat në zonat malore të Kukësit përballen edhe me mungesën e stafit higjieno-sanitar. Sipas kryetarit të Këshillit të Bashkiak, Albert Muja, mungesa e sanitarëve është veçanërisht e theksuar në 4 shkolla të mesme të bashkuara në territorin e Bashkisë Kukës. Shtatet shkolla të mesme të bashkuara që mungojnë sanitare në shkollat dhe shkollat tjera janë pajisme, fatkeqësisht janë shkollat mesme të bashkuara në apo që shtatet apo janë disa shkolla që u mungon dhe ka qenë i përfshirë në sa diun në buxhetin e 2025-s, por që nuk është marrë i mas nga administrata e bashkisë për të zbatuar këto. Në buxhetin e Bashkisë Kukës për vitin 2025, të miratuar edhe nga Këshilli Bashkiak, ishte parashikuar punësimi punonjësve sanitar për këto 4 shkolla. Megjithatë, deri më tani ky vendim nuk është zbatuar nga administrata e bashkisë. Pritet që në mbledhjen e radhës së Këshillit të Bashkiak, administrata të raportojë dhe të japë shpjegime mbi arsyet e moszbatimit të këtij vendimi, ndërkohë që problemi vijon të ndikojë drejt për drejt në kushtet e mësimit dhe shëndetin e nxënësve.